A mendoni ju se duke pas parasysh si është zhvilluar djathta në botë, ne realisht kemi pas ndonjëherë të djathtë? Duke pas parasysh që vim nga një shoqëri feudale në komunizëm dhe pastaj në një demokraci. Kjo është pyetje komplekse dhe për hir të vërtetës na mungon tash së fundi kemi filluar të zbulojmë nëpërmjet emisioneve të ndryshme apo punimeve apo studimeve të ndryshme që janë bërë nga historian aspektet caktuara të historisë tonë, të cilët ne nuk i dimë. Përgjithsisht nuk e njohim, kjo është faji i komunizmit, po gjërat që duhet ishin sqaruar më mirë pas 90-s, po që edhe pas 90-s më shumë u mbuluan dhe u shndruan në rrëmuj. Por unë për shembull jam çuditur shumë kur nga një nga këta ish eksponentët e ballit kombëtar kam dëgjuar që balli kombëtar është formuar si Parti Socialdemokrate. Dhe dekalogu i ballit ka reformën agrare si Partia Komuniste. Dhe shiko, Shqipëria ishte një vend shumë i varfër në fillim të shekullit, në momentet e pas pavarësisë. Dhe në atë kohë komunizmi, mos harroni, kishte fituar partia bolshevike në Rusi, dhe komunizmi ishte smundja e kohës. Jo në një vend të varfër si Shqipëria. Por në të gjithë vendet e mëdha perëndimore, frika në komunizëm ishte shumë e madhe. Po ta vësh edhe se ne kemi bërë në shkolla e kemi studiuar shumë marksizëm dhe histori të marksizmit. Edhe manifesti i Partisë Komuniste fillon me fjalët një fantazmë e kuqe bredh lëviz nëpër Evropë, diçka e tillë, se mund mos jemi saktë se ka 30 vjet që 40 vjet që e kemi studiuar. Pra, bëhet fjalë për fantazm. Pra, ishte një smundje e kohës, ishte një frym që po përhapi, sepse çfarë thuaj në këto gjëra që ne dim sot për ato lloj regjimesh që e quanin veten komuniste, nuk i dinin njerëzit atë, e dinin që është një vend që komunizmi është një regjim që i bën njerëzit të jetojnë mirë, të barabartë, utopia. Dhe në të vërtetë komunizmi ka lindur nga ideja e komunizmit ka lindur nga socialistët utopistë. Socialistët utopistë janë quajtur të tillë utopistë, Saint-Simon, Fourier, Owen kanë qenë një 3-4 nga më të quarit, të cilët pretendonin që do vi një moment ose duhet vi, shoqëria dhe ekonomia duhet zhvillohen në një nivel të tillë që njerëzit duhet punojnë sa kanë mundësi dhe duhet të marrin sa kanë nevojë. Dhe në fakt kjo po vjen. Por nuk po vjen me revolucione edhe me shkatërrim edhe me vrasje. Desha dal. Se e kaluam cikë. Komunizmi erdhi si rezultati një shfrytëzimi të kapitalizmit, ose si mund ta quajmë një krizë në kapitalizëm. A jemi sot nuk po flas për Shqipërinë. Bota ka një lloj krize sot sistemit? Po, nuk është krizë. Unë nuk do të çështja e quajmë krizë apo se quajmë krizë, edhe mund ta quajmë krizë, se zakonisht momentet kur një sistem i caktuar social politik fillon dhe kërcet, nuk funksionon mirë. Po kemi parasysh edhe papa që sapo vdiq e thakët. Kjo mund të quhet krizë. Kjo mund të quhet krizë, por ka shumë të ngjarë që sistemi kapitalist, unë nuk marr përsipër të bëj thjesht po bëjmë një konsiderat ose një analizë miqësore këtu, po këto janë gjëra që më takojnë njerëz me background shumë të zhvilluar. Plus mbi këto gjëra nuk bien dakord, edhe akademikët në nivel më të lartë po ti vështirë për plasë, po gjithë pranojnë që ka pak në Amerikë që ka një lloj krize. Unë do thosha që sistemi ka një lloj krize. Unë do thosha që kapitalizmi, shiko, gjithë historia e njerëzimit është evolucion dhe zëvendësim gradual i sistemeve social-politike nga njëri tjetri.